يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Kur Isa a.s. u përball me kufrin, mohimin e atyre cilët e mohuan, u tha shokëve të vet: Men ansari ila Allah, kush ka më ndihmu me mua, ose kush po më ndihmon për çështjen e Allahut subhanahu wa taala. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Shokët e Isës a.s. thanë, ne jemi ndihmësit e tu për çështjen e Allahut, për fen. Amanna billah, na kemi besu Allahu subhanahu wa taala, wa ashhadu bi anna muslimun. Dëshmo ti o Isa a.s. dëshmo njerëzit se na jemi musliman. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Dhe ata bënë dua, thanë: o Zoti jon, ne i kemi besuar që i ke dërguar ti pejgamber të na, atëherë na shkruaj neve, na regjistro të njerëzit të cilët dëshmojnë dhe besojnë. Wa makaru wa makar Allah. Pa besimtarët i bën kurtha për Isën a.s. për me mbyt atë, kurse Allah subhanahu wa taala u kthei kurthat e tyre. Wallahu khairul makirin. Allah subhanahu wa taala është më i miri që u kthen kurthat e atyre të cilët bojnë dredhi. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse kuptimi i ajeteve falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah. Kur Isa a.s. e mori nga populli, ose nga një pjesë e njerëzve, e mori mohimin. Se Isa a.s. u mohua prej njerëzve, kurse ata në dorët e tyre e kishin Tevratin. E Injili Isa a.s. ka ardhur për mbledhje të Tevratit edhe shtesë në Injil atë që Allahu subhanahu wa taala dëshiroi të ndrojë disa dispozita. Nga se disa dispozita të cilat në Tevrat ishin haram, Allah subhanahu wa taala në Injil i bën halal. Disa të tjera të cilat në kohën e Musës a.s. ishin haram, Allah subhanahu wa taala në kohën e Isës në Injil i bën halal, haram dhe të kundërtën. Dhe kjo është një prej të drejtave vetëm të Allah subhanahu wa taala, me ndrua dispozitën, me bëha halalin haram, edhe haramin me bëha halal nuk i takon kërkujt përveç se Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo ndodhte derisa u ardhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbas të shariateve edhe nevojave të popujve në të cilët Allah subhanahu wa taala dërgonte pejgamber, disa gjëra i ndalonte, disa gjëra i lejonte, masanej, ose disa gjëra ishin të lejuara, pastaj masanej i ndalonte. Kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Allah subhanahu wa taala ka plotësuar shariatin dhe e zbret ajetin e fundit të al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, sadakum tasufin, dhe më knaqë që Islami të jetë feja juaj, ma halali nuk ndryshohet edhe harami nuk ndryshohet. Çka do që u konë halal në kohën kur ka zbrit ajeti al-yawma akmaltu lakum dinakum sadakum tasufin, ka me met halal dhe në ditën e Kiametit.
çka do që ka qenë haram në kohën kur transmit ajeti al-yawma akmaltu lakum dinakum, sa të kompletuar fenë juve, ka me met haram deri në ditën e Kiametit. Nuk e ndryshon më kush dispozitën. Nuk mundet me kthye më kush halalin haram as haramin halal. Vetëm ashtu siç ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në kohën kur zbret Isa alayhi salatu wassalam, dhe në hadithet të sakta, Isa alayhi salatu wassalam e hiq tatimin, e thënë kryqin edhe e myt derën. Këto nuk i bën më Isa alayhi salatu wassalam me mendimin e tij as me shpalljen e tij, por me porosin që ja kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka futur me nëzvet, por kështu i ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse Allahu thot Kur'an, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol për menjëzvet, por që ata që fol e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala me fol. Tash njerëzit e mohur e kundërshtuan Isa alayhi salatu wasallam në atë që Isa e thoshte, në atë që ishte në Tevrat. Mori vetin e kontra lexuar Tevratin. Tash vjen Isa alayhi salatu wasallam, o lexon edhe më mirë edhe më drejt se sa që lexuar, edhe e mohur. Pse kanë mohuar? E kanë mohuar për shkak se dietarët e Tevratit e kanë deviju Tevratin vetë. Pastaj kur ka ardhur Isa alayhi salatu wasallam, u ka përmirësue ose u ka sqaruar atë që ata kanë devijuar për interesat e tyre, atëherë këta kanë refuzuar Isa alayhi salatu wasallam. Ata njëri është shumë e vështirë me heq dorë për devimit vetë. Ma përpara e bën kabul me kundërshtuar fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sa me kundërshtuar me vetë devimin e vetë që e ka bën. Për tyre. Allah subhanahu wa ta'ala inna kathiran min al-ahbari wal-ruhbani la yakuluna amwal an-nas bil-batil. Shumica e prysve fetar të asaj kohe e kanë marrë pasurinë e njerëzve pa të drejtë. Ata kanë zirë fetfa se pasurinë e njerëzve ju takon atyre. Aja që ka takuar atyre. Dhe të tjera fetfa që i kanë quë interesat ka vetja atyre. Tash kur vjen Isa alayhi salatu thotë, jo më kjo si takon juve se kjo e ka destinacionin këtu, ata tash e thonë Isës ti keq, ti ke pruar e të shpift, ti nuk je pejgamber, ti je djalë i moralitetit, ti 100 akuza. Pse? Se vetë kanë rrejt fejnë ka, tash e mohun të dërguarin e Allahut. Falamma zagu azagha Allahu qulubahum, kur njerëzit e ashtin hilen në fe, Allah subhanahu wa ta'ala u devjen zemrat e tyre. A që e ka shti hilen? Kur në përballë ka me pejgamber e kanë mu për shatë hileve që i kanë bo. Edhe njerëzit sot edhe deri në ditën e Kiametit, sa herët që i devijojnë argumentet të cilat kanë në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj përballet me njerëzit të cilët kanë qëndruar dhe qëndrojnë në fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e duhet devimin e vet, po e kundërshtojnë atë që është të drejtë. Madje edhe që kundërshtojnë, po edhe e luftojnë edhe e mohojnë edhe bëhen bashkë me ata të cilët nuk janë besimtarë, veç mos me dalë devijimi i tyre. Edhe pse kjo është gabim i rëndë, nuk është problem me dalë devijimi jot, nuk bëhet Kiameti, bile bëhet më mirë për ty. Shumë është më mirë me thonë atë diçka i kena rrejt njerëzit, nuk u konë mirë kjo, këto e në konë veprat kufrit, atë shirkut, atë shka do t'jën konë, mirë po Allah subhanahu wa ta'ala ik, pas ka quet disa njerëz, të cilët nuk e kanë gale për njerëz, as nuk tute për kërkuna heq, veç kalzojnë që shka thonë Allah për jarësam, Allah është për breft, e kemi kuptu edhe na, edhe nëse s'mun është më në gjithë atëmbe, nëse s'mun është më në mua atëmbe, të pak të në përmjësojë vetën. Falemma hasa Isa minhum al-kufr, kur Isa alayhi salam u përball me kufrin e njerëzve, shkaku pse u përball për shkaqeve kryesore, pse e kanë mohuar dietarët Isën alayhi salam, dietarët e Tevratit, kanë qenë devimet e tyre të qëllimshme, shtremimet që e kanë bërë Tevratit, pastaj s'kan mundur të pajtuar me të drejtën, me shpjegimin e drejtë të Isës alayhi salam, dhe e kanë kundërshtuar.
Dhe është interesant që kur ne kundërshtojmë njerëzit e fesë, pejgamberin alayhis salam kur e kanë kundërshtuar ka bërë probleme. Lemo kur ti kundërshtojnë prishjet e muslimanëve të drejtë. Ata në të faqezi me kundërshtuar Isa alayhis salam dhe ka bërë 100 probleme. Tash logarit të këtë mjerën këta munafikët e sotit me kundërshtuar një prish muslimanëve i cili nuk ka pejgamber, nuk ka as fuqi. Çfarë zarari mund me bëti? Kale me nënsari në Allah. Isa a.s. ka thonë shokëve të vetë, kush po më njëmon tash? Se është interesant me njëmua pejgamberin e Allah subhanahu wa taala kur t'jenë në vështirësi. Është interesant me ndihmua të drejtit e muslimanëve kur janë në vështirësi. Se kur janë mirë, nuk është shumë interesant me njëmua ata. Me nënsari në Allah, kush po më njëmon mua? Dhe ligji i Allah subhanahu wa taala, sunneti i Allah subhanahu wa taala ka qenë që pejgamberëve më ndihmuan njerëzit. Edhe pse Allah subhanahu wa taala ka mundësi, edhe ka pas mundësi me ndihmu pejgamberëve vetë, pa i lënë hiç njerëzit me ndihmuar. Me pas dorës Allahu i se kishte lënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shkuar në Medinë me bojë vetë. I kish shkatruar qafirat të konë Mekë. Por Allah subhanahu wa taala ka lënë kështu njerëzit me e kallëzuar besimin e tyre edhe me ndihmuar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Kush më ndihmon? Çështja e fesë, kush më ndihmon për hir të Allahut? Kush më ndihmon me akthyer këtyre? Këtë kundërshtim që apo të vërtetës, do të më ndihmuar njerëzit. Do të më ndihmuar pejgamberët e Allahut, do të më ndihmuar njerëzit të cilët ecën në rrugën e pejgamberëve të Allahut. Me çka më ndihmuar? Me gjithçka që është e mundshme. Qala al-hawariyun, than hawariyun janë quajtur shokët e Isës alayhis salam, sikur që quhen ashabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hawariyun janë quajtur shokët e Isës alayhi salatu wassalam. Qala al-hawariyun, than hawariyunat, shokët e Isës alayhis salam, ndihmuesit e Isës. Nëse secili pejgamber i ka pas ndihmësit e vet, nahnu ansarullah. Na kena me të ndihmua tyje për hir të Allah subhanahu wa taala. Amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun. Na kena besu Allah subhanahu wa taala dhe ti dëshmoj se na jena musliman. Shokët e Isës alayhis salam dhe Isa alayhis salam kanë qenë rob të Allahut, kanë qenë musliman. As ju ka thënë Isa adhuroni mua, sikur që thonë krishterët, as në gjë hiç. Veç i ka thënë me ndihmu për me adhuru Allahut. Edhe ne besojmë se shokët e pejgamberëve janë njerëzit më të mirë të gjeneratave të tyre. Hawariyunët kanë qenë muslimanët më të mirë kohën e Isës alayhis salam. Sahabët kanë qenë njerëzit më të mirë kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mesin më të mirë deri në ditën e Kiametit. Për ata të cilët besojnë në argumente të drejta, kurse për ata të cilët janë të devijuar, ata më shumë të ishojnë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse shihni njëri e shon Aliun, tjetri e shon Muawiun, tjetri e shon Aisha, tjetri këta njerëz të prishur. Njerëzit më të mirë janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deri ditën e Kiametit, nuk ka njerëz më të mirë se sa kanë qenë ata. Rabbana amanna bima anzalt. Ndihmësit e Isës alayhis salam, pasi që i treguan besnikëri Isës alayhis salam, se kena me të ndihmuar, bënim dua te Allahu subhanahu wa taala, lutje, dhe lutja është pjesë e fuqishme e besimit. Me bë veprat, pastaj me bë doat. Me bë veprat, pastaj me bë doat. Me bë veprat, pastaj me bë doat. Jo me gabua, me lënë veprat e me bë doat, se kjo është gabim. As me gabua me bë veprat, mos me bë doat, edhe kjo është gabim. Duhet edhe me i bë veprat, edhe me bë doat, me bë lutje. Për shembull, me fal namazin, me lutë Allah subhanahu wa taala me pranu, me agjeru Ramazanin, haxhin e të tjera, me bë ndihmë fesë, me lutë Allah në forcu, me mbrojtje gabimeve, me në lënë lutje, puna plus lutja. Dhe vetëm kjo është e saktë, me punu edhe me lutë Allah subhanahu wa taala, edhe me na forcu më mirë, me na drejtu më mirë, edhe me na fal, me na bërë të gabimeve, me na fal aty ku kena gabuar.
Ta shka disa njerëz të cilët hiç s'punojnë e bëndo. Po Allah një mërë musliman me aty, një mërë musliman me aty. Po tja i të bona e sen për këtë puna heq. E këtë sen zman heq dhe këta e në mashtrus. Të në renza. Edhe folin dhe që më atëre, kur nuk ju prish pun edhe qafirave me folin. Që atër folin, se për para s'kanë folin kur. Për para dhe të gjokë musliman me ma shumë se sasët. Edhe pse, një musliman që vritet, çdo musliman duhet me një keqardhje për te, edhe duhet me mërzit, edhe duhet me gjurmu, edhe duhet me punu që me nol devën e gjokët muslimanve. Ama kur vritet musliman që nëse folë për ata qafirat s'kanë qef, atë s'folë kërgosheq, e që nuk thërë se aty në kurite, këtu si kurite, që veç aty ku ata japin hapsin, për kur një të folë këto? Për qeftë kuna e të folë këto? Qëfar reklame do me bo veti këto? Dhe me ka të patriot, ku ke patriot para një 70 vjetë, ala ma zirë. I në myte i në zjetër me muslimanët. Rabbana amanna, ne duhet me punu, edhe krahas punëve me bo lutje. Ata të zëret, veç rrinë të vërtit kishe bubem lutje, e punë se kanë kërkon, lutjet e tyre jenë kërkoneq. O ma kana salatuhum inda al-bayti illa mukan wa tasdiya. Allahu subhanahu wa taala kur i ka përshkruar mushrikët që kanë qenë në Mekë, se edhe mushrikët që kanë qenë në Mekë kanë bërë lutje në atë formën e tyre. Tu bo tavafe, të shkunqove të lutë, po kanë bërë lutje të kota. Cilat e lutjet e kota? Lutja e kota është nuk i kryen obligimet cilat i ka bo Allahu subhanahu wa taala, atmera kështë po bën lutje mu rregulluar që e punë. Kjo është devijim. Do të më krye obligimin tonë që e kije për këtë çështje, pastaj kur e kryen obligimin e bën lutje. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dilte në Bedr. Para se me fillu e lufta e Bedrit, bënte doa, lutje. Ta s'dolin Bedr kur hiq edhe luas lutje, se veç do lutje që si bën problem pa mësitore, sa të tjera si bën hiq, edhe ma të lutje publike kënë se dhe me bodëshka. Kjo është ku që hiq. Vebra, pastaj lutja. Kur shbën lutje duke i lënë vebrat, nuk ka po kur që hiq. Kur shbën vebra duke mos bë lutje, abet nuk e ka qëlluar të saktën. E sakta është me krye detyrimet në atë që kena mundësi na, pastaj në atë që ne nuk kena mundësi me lutë Allah subhanahu wa taala më na e plotësu. Na duhet me krye ato që kena mundësi me krye na, pastaj nëse del një problem që nuk është në mundësinë tonë, s'mune na me krye qatë punë, duhet me lutë Allah subhanahu wa taala, Allahu me krye këtë punë për neve. Jo me mos i përmën Israilet që i thanë Musës a.s. Idheb anta wa rabbuke faqatila, shkoni te Allahu. E na punina shtu. Ja. Shumë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë kështu. Shumë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thanë pejgamberit sa mesti edhe najna masteje. Momentin që jopë në maksimumin dhe çështja kërkon diçka më shumë se sa mundësia jonë, atëherë ne i lutim Allah subhanahu wa taala që me drejtu këtë qështë se me zbrit ndihmën e tij. Dhe ndihmën e Allah subhanahu wa taala me lyp pa e dhënë kontributin ton është e gabuar. Me dhënë një kontribut edhe pastaj gjithashtu më mbështet kontributin ton, mos me lyp ndihmën e Allahut, afet është e gabuar. E saktë është me dhënë kontributin, pastaj me lyp ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. O të bëjë Rasul, na e kemi besu Allah dhe e kemi pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thoshin havarimet të shokët e Isës a.s. për shkak se besimi e Allahut pa pasimin e pejgamberit është i kot, nuk është i vlefshëm hiç. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nëse doni Allahun, pasoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse doni Allahun, pasoni Isën a.s. për shokët e Isës. Tash nuk para menduar më koni besimtar, ama jo sipas sunetit të pejgamberit sa do të shkon ndryshe. Çish do të shkon ndryshe? Si smunësh me shkon ndryshe te Allahu, po sipas mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Të këtu bënëm ash-shahidin dhe o Allah shkruana luteshin në prej atyre të cilët janë dëshmitar të ndihmës, dëshmitar të fesë, dëshmitar të besimit, dëshmitar të pasimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O me kërë Allah, e disa njerëz i ban dështën me i bot rëdhi, Isës a.s. me mytë, edhe me qitë të bavlerë para popullit, për shkak se kur dojnë pa besimtarët me qitë të bavlerë dikën para popullit, ata i mbeshin shpifje prej me të ndryshmeve, në mënyrë që njerëzit me i besu shpifjeve ndaj tyre, edhe me u largu prej mësimeve që ata i bojnë. Për shpifjeve që kanë bojnë Isës a.s. ka qenë se është njeri që s'ka bobë, për nëmën e ka pas lavire, është njeri i amoralitetit e tjera, ata kanë ditë shumë mirë që s'është të tillë, por kur i përhapin këto dezinformata tek populli, atëherë një pjesë e popullit i beson, një pjesë nuk i beson, ata cilët i besojnë i kundërshtojnë ata cilët nuk i besojnë, dhe kështu bëhet mos marrëveshja ose mos pasimi atij që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Madje ata çaq larg kanë shkuar, kanë dashur me mytën Isën alayhis salam. Kush me myt? Që ato që kanë lexuar Tevratin edhe të shpjegojnë njerëzve Tevratin, që ata edhe kanë dashur me myt pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Son kundërshtimin që e bën ata, nuk është kundërshtim i thjeshtë. Është një kundërshtim që në fund të qenë deri te me myt pejgamberin e Allahut. O me ka Allah, po Allahu ka kthyer kurthat dhe në tefsire shumë ta e kanë myt bash ata që u konkursori që ka dashur me tratu Isën alayhis salam, wallahu khairul makirin. Allahu subhanahu wa taala është më i mirë që i kthen kurthat e atyre të cilët bojnë kurtha. Nuk ka mundësi dikush me mundu me i bë dredhi Allahut edhe Allahu nuk e ka kuptuar dredhi. S'është kjo, ajo është Allah. Dhe çdo kush që mundon me bë kurtha në fe, Allahu subhanahu wa taala e kthen kurthën atij që e devijon edhe në këtë dunjë dhe devijimi ose humbja ose dënimi më i rënd për të كما جئنا خيرات وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.